Ditën e martë të kësaj jave, administrata doganore në vendin tonë dhe përfaqësuesit e bizneseve zhvilluan një forum me fokus integrimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe masat që duhet marrin si bizneset, ashtu edhe doganat për ta lehtësuar akoma më shumë këtë proces, sepse gjithmonë nëse supozohet se do të jemi pjesë e Unionit në 2030-ën, koha për të bërë përgatitjet është shumë e shkurtër. Ne më gjërësisht do diskutojmë me zotin Alban Zusi, sipërmarrës kryetari i shoqatës së prodhuesve dhe eksportuesve. Zoti Zusi, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Pas përfundimit të seancës që ishte hapur për media, sepse pastaj vjoj edhe e mbyllur dhe theksin e vendosët pikërisht tek fakti që kjo kosto e integrimit duhet ndahet mes bizneseve dhe qeverisë shqiptare, në rastin konkret dogana që ishte aty e pranishme. Si mund ndahet kjo kosto dhe për çfarë kosto bëhet fjalë? Për biznesin patjetër mund të jetë kosto financiare, po dogana? Pari unë doja ta vlerësoja shumë administratën doganore, e cila në fakt është ndër të parat administratat që merr iniciativën për të bërë takime me biznesin, për të diskutuar për integrimin. Natyshëm që integrimin në tregun evropian është një mundësi e jashtëzakonshme për bizneset shqiptare. Është një det me oportunitete, pasi shumë biznese të cilët sot kanë treg të tyre vetëm 2.5 milion shqiptarët, mbas integrimit ato do kenë 300 milion evropian treg të tyre. Dhe kjo është pjesa pozitive, kjo është oportuniteti, por arritja e këtij oportunitetit ka disa kosto, ka një trajektore që duhet ndjekur për të plotësuar standardet për të qenë pjesë e këtij tregut. Nuk ka asnjë lloj problemi tjetër, por ama në këtë treg ti nuk mund të prodhosh, dhe nuk mund sillesh dhe nuk mund të futesh siç jemi ne sot në Shqipëri. Në këtë kontekst, administrata doganore donte që të ngrinë ndërgjegjësimin e bizneseve dhe për t'ju thënë që çfarë mund të bëjmë bashkarisht dhe çfarë opsionesh ekzistojnë për të operuar në këtë treg, duke filluar nga deklarimet online, nga vetë deklarimet, largimin nga praktika në të cilën mbi 90% e bizneseve janë përfshirë të deklarimit përmes agjendëve doganor. Pra, nxiti që bizneset të fillojnë të bëjnë vetë deklarimet pa ndërmjetësa, në mënyrë shumë të thjeshtuar etj. Dhe pa diskutim që ky është një proces ku bizneset do kenë përfitime mbasi ta kenë realizuar, por ama deri në momentin e realizimit ka ato kostot e veta, duke filluar së pari nga kosto e trajnimit, sepse njerëzit duhen trajnuar. Ka dhe kosto pajisjesh, sepse natyrshëm që duhen bërë edhe ca investime në pajisjet e komunikimit e tjerë me radhë. Por nuk është kjo, në rastin e doganave nuk është kjo gjëja kryesore, dhe unë do të thoja që me gjithë vlerësimin shumë të madh për administratën doganore që e bëri, por ndoshta nuk është pjesa e doganave segmenti që do krijojë më shumë probleme në kuadër të integrimit. Janë disa administrata të tjera të cilat janë disa administrata të tjera të shtetit të cilat do duhet të ishin shumë aktive, sepse plotësimi i standardeve të cilat mbikëqyren dhe monitorohen nga këto administrata do jetë problemi më i madh. Kështu për shembull do jenë standardet e sigurisë ushqimore, do jenë standardet mjedisore, do jenë standardet e sigurisë në punë, do jenë standardet e tregtisë në përgjithësi. Dhe këto lloj standardesh, përveç se kërkojnë shumë ndërgjegjësim, shumë trajnim, shumë kualifikim, kërkojnë edhe investime materiale. Sepse shumë prej janë dot pa pajisje, pa mjete, pa instrumente. Dhe këtu pastaj është edhe ajo çfarë ju thatë pak më përpara, ndarja e kostove. Ndarja e kostove nuk është diçka që po e kërkon biznesi shqiptar, nuk është diçka shqiptare. Ndarja e kostove dhe mbështetja e këtyre kostove është praktik tashmë e njohur nga Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian këtë punë e ka bërë për gjitha vendet e lindjes të cilat sot janë anëtarë të Bashkimit Evropian. Të gjitha këto vende në trajektorin e tyre 10, ndoshta edhe 15 vjeçare të integrimit në Bashkimin Evropian, në fakt kanë qenë shumë të mbështetura me fonde nga ana e Bashkimit Evropian për të plotësuar standardet, sepse Bashkimi Evropian ka nevojë për këtë tregje,
Por nga ana tjetër këto tregje duhet të jenë të linearizuara në mënyrën e të operuarit, në standardin e produkteve, por edhe në kostot që ato kanë për të prodhuar një produkt me vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Çfarë dua të them për të qenë më konkret? E para punës është standardi i parit të produktit. Produkti duhet të ketë eksaktësisht të njëjtat karakteristika të sigurisë si në Bashkimin Evropian. I çfarë do lloj forme të jetë ai, si në Bashkimin Evropian. E para, e dyta, prodhuesit e vendeve të lindjes që aspirojnë të futen duhet të realizojnë të njëjtat masa qoftë të sigurisë në punë, qoftë të mbrojtjes mjedis, qoftë standardeve të tjera, si që realizon edhe një operator evropian në mënyrë që të krijojmë barazi në treg, sepse në të kundërt pastaj fillojmë me krijojmë situatat e dumpingut, ku prodhuesit e lindjes me kosto më të ulta dhe mund të dëmtojnë pastaj prodhimin dhe prodhuesit evropian, dhe kjo është e papranueshme. Por kjo nga ana tjetër krijon kosto. Atëherë Bashkimi Evropian ka krijuar të ashtu quajturat fonde të përshtatjes, fonde të aderimit në Bashkimin Evropian. Janë në dispozicion konkretisht? Janë aktualisht në dispozicion, zoti Zusi? Patjetër që janë dhe mund të jenë edhe shumë më tepër, por është e domosdoshme që ato të kërkohen nga qeveria shqiptare dhe të kuptohet që këto fonde nuk janë vetëm për të përkthyer, apo vetëm për të bërë ligje. Nuk janë vetëm për ekspertizë. Ato janë fonde që ju duhen dhënë drejt për drejt ndërmarrjeve. Dhe gjëja që unë thash, sa që jam entuziast, jam optimist, pa diskutim, që në gjithë këtë histori mbizotron optimizmi i imi, por edhe i botës së sipërmarrjes për të hyrë në këtë detin e mundësive që është tregu evropian. Por nga ana tjetër, unë jam, le të themi, goxha dhe i shqetësuar për faktin që administrata nuk po bën ende hapat e dur, si që bëri po themi administrata doganore, pavarësisht se administrata doganore ka më pak gjëra ndoshta për të përshtatur. Por nuk po bën këto hapa për të kuptuar nevojat që ka biznesi për të përshtatur në standarde. Deri tani është konceptuar sikur aderimi në Bashkimin Evropian është një proces. Thjesht hapet dera edhe jemi aty. Edhe hapet dera, ne firmosim gjithë dokumentat që ato na vënë përpara, ato do na thojnë jeni dakord me këtë, po jemi, jeni dakord me këtë tjetër, po jemi, edhe mbaron historia. Ndërkohë që janë dy elemente shumë të rëndësishëm. Së pari, elementi i parë është përshtatja e standardeve teknike të punës. Elementi i dytë është negocimi i pozicioneve ekonomike për produktet bazë, për produktet sensitive që ne kemi. Sepse natyrshëm, duke qenë bizneset vogla, duke qenë mos pas avantazhet që ka ekonomia e shkallës, bizneset europiane, ne mund të dalim më të larta. Në qoftë se bizneset shqiptare deri tani dhe nuk konkurrojnë dot, bravo. Në qoftë se bizneset shqiptare deri tani kanë konkurruar me njëri tjetrin dhe kanë gjetur atë ekuilibrin në tregun e brendshëm, në momentin që ne do futemi në tregun evropian, atëherë dyert janë krejtësisht të hapura për një konkurrencë shumë më të madhe nga produktet evropiane. Dhe ato mund të ndodhen paravështirësisht. Atëherë, për këtë arsye, ato duhen pyetur, duhen parë se ku janë me kosto, me çmime, me produktet e tyre të konkurrencës, dhe duhen parashikuar dhe duhen negociuar, sepse nuk është kollaj, që ti thua Bashkimit Evropian që ne do futemi në tregun tënd, ne duam tregun tënd të hap, por produktet e tua për një periudhë kohe do t'i kemi të taksuara derisa të përshtaten bizneset tona. Nuk kanë për ta pranuar me lehtësi. Por për këtë arsye ne duhet të futemi dhe të përgatisim pozicionin tonë. Duhet të themi pse e kërkojmë këtë mbrojtje. Pse kërkojmë, po themi, një periudhë tranzitive të mbrojtur me taksa doganore, pas antarësimit për disa produkte tona. Sepse duam që bizneset tona, sipërmarrjet tona prodhuese, të ballafaqohen me konkurrencën, ta kuptojnë se çfarë ndodh, ta kuptojnë se çfarë do ndodhi mbas 3 vitesh apo 4 vitesh kur kjo taksa doganore të hiqen dhe të fillojnë të investojnë. Fillojnë të investojnë për të qenë konkurrent tashmë në një treg tjetër, jo të konkurrent me njëri tjetrin. Po. Zoti Zusi, tek ky këto dyja janë gjërat e rëndësishme. Te ky det evropian që ju përmendët,
Shikoni më shumë rreziqe apo shikoni më shumë përfitime për bizneset shqiptare, sepse kur ka më shumë konsumator, teorikisht mundësit janë më të mëdha për të zgjeruar, për të zhvilluar, por është dhe konkurenca shumë e ashpër. Shiko, gjithmonë kur tregjet hapen, ka më shumë oportunitete. Në qoftë se ne po themi me Kosovën, nuk do të kishim dogan fare, do të ishim një treg i hapur, pa diskutim që edhe kompanitë shqiptare, edhe bizneset shqiptare, edhe bizneset kosovare do kishin shumë më tepër oportunitete, do kishin një ekonomi shumë më të fuqishme, edhe qytetarët e këtyre dy vendeve do kishin më shumë të ardhura dhe më pak dhe çmime më të ulta. Pse? Sepse do punonin në 4 milion banor minimumi. Po pra, do ishim një 3 milion banor, por është ndryshe të punosh për 2.5, ndryshe të punosh për 4. Krijohet me një herë ekonomia e shkallës. Pra, do të thotë që edhe bizneset kanë më shumë të ardhura, rrjedhimisht edhe qytetarët që punojnë nëpër biznese, sepse sot 60-70% e popullsisë, 80% e popullsisë varet nga tregu, nga biznesi, nga tregu privat. Pra duke punuar për një treg më të madh do kishin më shumë të ardhura, por nga ana tjetër edhe kostot ulen. Sepse janë ato të ashtu quajtura të kostot përgjithshme ose kosto fikse, të cilat do uleshin. Dhe barrierat kufitare pa diskutim që janë një barrierë shumë e madhe për ekonominë tona. Sepse nuk është një lloj, domethënë të dërgosh një kamion nga Tirana në Saran, të dërgosh një kamion nga Tirana në Prishtinë, kostot i ketë paktën 2 herë më të larta, 3 herë më të larta, pavarësisht se distanca deri në Saran mund të jetë më e lartë se sa distanca deri në Prishtinë. Vetëm për shkak të pikës doganore. Për faktin që jemi dy vende. Vetëm për shkak të pikës doganore, po. Për shkak të pikës doganore, për faktin tjetër që ti për të operuar në tregun e Kosovës duhet hapish një kompani tjetër, atje duhet kesh një administrat tjetër, sepse ti nuk mund të nisesh me kamion nga Tirana të bësh procedura doganore shpërndash në 15 pika, ndërkohë që ti kur e dërgon kamionin nga Tirana në Saran, ti shpërndan edhe në Lushnjë, edhe në Fier Mall, edhe në Vlorë, edhe në Tepelen. Pra lë ku duash. Ndërsa kështu ti e ke vetëm një destinacion, pra shumë e kufizuar. Në këtë kontekst, futja në Bashkimin Evropian pa diskutim që ne do na hapi shumë mundësira dhe pjesa e luanit rëndon nga oportuniteti. Por ka një problematik, sepse në fazën fillestare do kemi dhimbje, dhe çështja është që këtë dhimbje ne ta kalojmë sa më qetësisht dhe sa më pa pasoja, sepse veçanërisht do të jenë të ekspozuar ndaj problematikave që sapo thash. Arritja e standardeve 1 dhe ballafaqimi në një konkurrencë më të drejt për drejt e bëjnë 2, veçanërisht kjo do jetë e mprehtë për bizneset e vogla në tërësinë e tyre dhe për një pjesë të bizneseve të mesme. Zoti Xusi, aktualisht me këto barriera që ekzistojnë, bizneset shqiptare janë konkurruese në tregjet europiane dhe në këtë mënyrë mbase kuptojmë akoma më mirë se në gjendje janë bizneset, gjendje gjithmonë flas në aspektin pozitiv. Shiko, bizneset shqiptare të gjithë mundën me qenë konkurrues, absolutisht. Ne shpeshherë nuk jemi konkurrues për mënyrën e gabuar të interpretimit të ligjor që bëjmë ne, sepse shpeshherë kuadri ligjor është i mirë, është i plot, pastaj futen ca akte në ligjore, apo futet edhe administrata dhe bën ca interpretime që i krijojnë ca kosto të panevojshme. Dhe ne vetëm duke zbatuar në mënyrë korrekte kuadrin ligjor, për shembull, një element që unë e përmenda edhe në me doganat ishte akciza e gazit. Ligji e parashikon që të gjitha veprimtaritë prodhuese agroushqimore, por në përgjithësi veprimtaritë prodhuese nuk paguajnë akcizë gazit. Çfarë është akciza? Akciza është një taksë që vihet për të kufizuar përdorimin e një produkti të caktuar. Akcizi vihet cigareve, sepse ti jeton edhe pa cigare. Dhe mundësisht dua të ta bëj të pamundur që ti ta pish cigaren. Akcizi vihet alkoolit,
sepse ti mund jetosh pa alkool. Akcizi vihet karburanteve, kur ato janë për konsum familjar. Pse? Sepse ti mund dalësh pa makinë dhe të përdorësh në rrjetin publik. Ose mjetet tjera, po. Ose zgjedh mjetet tjera. Akciz i vihet gazit për konsum familjar, sepse ti mund të zgjedhësh që ta kursesh atë, po themi. Por nuk mund t'i vihet akciz gazit që përdoret për kaldaja, për të prodhuar, për të sterilizuar qumshin, për të sterilizuar fruta perimet, për të prodhuar sallamin, për e tjerë me... sepse ai nuk bëhet dot pa të. Dhe gazi është djegësi më mësor në mjedisin. Po, me karburantet fosile... Në karburantet fosile është më mësori. Pra ne nuk kemi akciz dhe nuk kemi mbi taksim për qymyrin, nuk kemi mbi taksim për solarin dhe shkojmë mbi taksojmë gazin. Por kjo, në fakt, ligji nuk e ka kështu. Ligji thot nuk ka akciz, nuk ka asnjë lloj takset për këto produkte. Por nxjerrin ca akte në ligjore që keq interpretohen pastaj nga administrata doganore në rastin konkret. Përmenda këtë me qenë se po flasim për doganën, sepse administrata doganore me shpreh vazhdimisht që është ndoshta më e mira që ne kemi në Shqipëri, kemi ca të tjera që janë shumë problematike. Por ja që në këtë aspekt ne fillojmë dhe i bëjmë bizneset tona jo konkurruese, sepse nuk e ka asnjë vend tjetër në Europë këtë lloj akcize. Dhe automatikisht bizneset tona dalin 3-4% më shtrejt në treg. Por 3-4% tek akciza gazit, 3-4% tek akciza e materialeve të ambalazhit, sepse ne kemi edhe një tjetër. Çdo ambalazh që vjen, plastika, qelçe etj, për të mbrojtur mjedisin, ne kemi fut një akciz. Por kjo akciz ngjelet aty edhe kur produkti del përsëri jashtë, pra nuk po depozitohet, po themi brenda territorit shqiptar. Pse? Sepse akciza është paguar në momentin fillestar, kur ka hyrë në dogan. Dhe në momentin që ajo blihet nga konsumatori, nga kompanit, nga bizneset e brendshme, dhe ato e rieksportojnë produktin, ato e rieksportojnë bashkë me akcizën e mjedisit shqiptar, le të themi. Pra, janë disa elemente që në mënyrë artificiale, pa vullnetin e ligjvënësit, pra pa vullnetin e parlamentit, ngrejnë kostot në mënyrë artificiale për produktet tona dhe i bëjnë produktet tona jo kompetitive. Kjo është pengesa e parë që duhet hequr në rrugën e të bërit konkurrues të bizneseve shqiptare. Kur them këtë, dua të bëj një sqarim. Njerëzit mendojnë se ne po flasim vetëm për bizneset dhe po i çajmë hallin bizneseve. Në fakt, heqja e këtyre lloj kostove është oportunitet për qytetarët në përgjithësi. Heqja e këtyre lloj kostove do të thotë o rritje prodhimit, o rritje pagash. Dhe çmime më të ulta. Edhe çmime më të ulta për konsumatorin. Pra në fund fare, përfituesi i këtyre korrektimeve, le të themi, do jetë konsumatori final, do jetë qytetari i thjeshtë, do jetë i punësuari, do jetë specialisti, do jetë tekniku, do jetë teknologu. Por këto janë taksimet që shkojnë në mënyrë të pa drejt, të pa logjikshme, edhe të pa ligjshme do thoja, sepse ligji në fakt e parashikon ndryshe, shkojnë në buxhetin e shtetit dhe buxheti i shtetit thotë, "Ok, unë vlodha para, dhe unë po bëj rrugë, po bëj tunele, po bëj." Del me surplus. Edhe del me surplus. Po për çmimet e referencës, pati diskutime të paktën pas seancës ku mediat nuk ishin pranishme? Pati disa diskutime për çmimet e referencës, por hirës vërtetës diskutimet ishin, unë do të thoja, goxha racionale, sepse vetë përfaqësuesit e biznesit, në fakt, disa diskutime që u bën për çmimet e referencës, veçanërisht referencës nga Kina, mbrojtën politikën e doganës për të mbrojtur prodhimin vendas nga dumpingu i çmimeve kineze. Kështu që ishte ky lloj diskutimit, natyrshëm në kuadër të futjes në Bashkimin Evropian do ketë politika të harmonizuara me Bashkimin Evropian dhe shpresojmë që do ketë shumë më tepër logjik dhe legjitimitet, megjithëse e ritheksoj përsëri, administrata doganore përgjithsisht është ndër administratat ku logjika mbizotron dhe mbështetet edhe në zgjidhjet ligjore që kjo administratë jep pastaj ndaj shqetësimeve që ka biznesi. Të shpresojmë që njëjta logjik të jetë shumë shpejt edhe në administratat e tjera, sepse realisht është shansi më i mirë në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian.
Zoti Zusi, ju falenderoj për këtë intervistë drejt për drejt në studion e televizionit Skan. Të shpresojmë që kërkesat tuaja të merren parasysh sepse është shans i artë sikurse e thamë edhe më herët. Faleminderit.